Sot me rastin e 16 vjetorit të rënjes së dëshmorit të kombit Adnan Krasniqi në logun e betejave të luftës në monopol të shtimjes, bashkëqytetar, familjar e miq dhe të tjerë nderuan pa vdeksinë e dëshmorit Adnan Krasniqi. Adnani ishte dhe do të mbetet njëri ndër dëshmorët e kombit që pas rinisë së tij dhe jetës, ai atë dheut ditit i falë dhe guximin e tij për nitrimi edhe pse ndërmërtërinjet e luftës së ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ai bie në altarin e lirisë kur ende nuk ishte mbushur plot 18 pranvera. Ishte shembulli më i mirë që në zonën operative të Pashtrikut, po me komandantin e brigadës 125 në Hatë Basha shkuan në ndihmë për bashkëtarët e tij në zonën e Nerodimës dhe kontribuan në betejën e Monopolsit. Sot kryetari i komunës Ramadan Muja bashkë me shoqatat e dalë nga lufta dhe familjarët fillimisht kanë bërë homazhe në varrezat e dëshmorëve në Landovic, ku kryetari Muja tha se gjaku i Adnanit tani më është bë gur themel i lirisë së Kosovës. Jemi këtu pranë varrit të dëshmorit të kombit Adnan Krasniqit nga hoqa e qytetit, një djalë i ri, trim, një adhetar, i bërmosur në frymën e patriotizmit shqiptar, i cili me moshën e tij shumë të njohur e rroku armën për t'i dalë zot atë dheut, për ta mbrojtur atë dheun, për ta shtruar atë dhe për t'ju siguruar gjithë qytetarëve të Kosovës dhe më gjerë një jetë të dinjitetshme. Ne kemi ardhur për të përkullur me pietet pranë varrit të tij, pranë mendoj veprave të tija patriotike që ka bërë në gjitha frontet nga Prizreni deri në monopol të shtimjes, ku ka rënë ky trup i njohur, po ky mendje ndritur i cili ka pas vizion në gjatë jetës së vet, në mendjen e tij ka pas projekte për t'i kontribuar atë dheut, për t'a shliruar atë, për t'a ndërtuar atë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe për t'u siguruar jetë të qetë e të zhvilluar në çdo pikpamje të gjithë qytetarëve, jo vetëm të komunës së Prizrenit, por të mbar Kosovës dhe të mbar shqiptarisë. Derisa komandanti i brigadës 125 në Hatë Basha me pietet evokoi kujtimet e tija për lavdinë e këtij dëshmori që ishte vetë zogu i lirisë, siç ka theksuar ai. Para 16 vite frontin e Monopolsit dhe jemi pikërisht për këtë çështje që para varrit të Adnanit të përkulemi, sepse ishte një djalë i ri. Gjithashtu kam një dhimbje, sepse sot nuk e kemi edhe babën e Adnanit, i cili para 2-3 javë ndroi jetë, të cilës familjes i shpreh ngushëllime në emrin tim dhe në emrin gjithë bashkëlojtarëve. Të kesh një ushtar të ri, të kesh një brigadë të tërë të rive prapa vetës, ishte kënaqësi, sepse e dinin hapin e sigurt, e dinin rrugën ka do të shkojnë, ka do t'i prik kësaj kauze kombëtare për ta çliruar këtë vend. Prandaj Adnanin në frontet apo betejat e tëra të cilat i zhvilloi brigada 125, po them ishte gjithmonë ball për ball me shokët tjerë trima që janë të pandashëm. Kurtish Hoxha, bashkëqytetari i Adnanit, edhe njerë evokoi kujtimet për dëshmorin Adnan Krasniqi, i cili tha se ishte moshatari ynë dhe i cili aq shumë e deshti lirinë saqë për të edhe u flijua. Neve si bashkëluftëtar të Adnanit do të krenohemi për veprën dhe angazhimin e tij që ka dhënë, edhe pse të gjithë kemi qenë të rinë në moshë, mirë po të pjekur në vizion dhe në qëllim, dhe kemi qenë nga vende dhe rrethina të ndryshme, mirë po na ka bashkuar një ideal, dhe për një ideal të gjithë kemi shkuar, kemi pas një qëllim që të vim në ditët të cilat sot jemi ne, dhe gjithë kemi menduar që nëse neve nuk e shijojmë lirinë, të paktën gjeneratat pas neve do ta shojnë, mirë po ka dash Zoti që disa prej neve kanë shkuar për jetësi, inshallah Allah i pranon si shahid, dhe neve krenohemi për veprën dhe angazhimin të cilin e kanë dhënë ata, neve krenohemi që fëmijët tanë të cilët do të mësojnë për kontributin, se të rinë në moshë kanë dhënë një kontribut shumë të madh, dikush edhe jetën e tyre, disa të tjerë edhe gjymtyrët e tyre për këtë vend. Derisa Minir Krasniqi në emër të familjes dhe njerë tha se ishte biri i lavdisë sonë dhe biri i devotshëm i Kosovës. Ai ishte i ri dhe frymëzimi i tij për atë adhetari e bën të pavdekshëm ndaj idealit të lirisë për cilin ra për të mos vdekur kurrë ndër zemrat tona. Shfrytëzoj rastin që të gjithë që kanë marrë pjesë sot në përkujtimin e rëmjes së Adnan Krasniqit, familjarët tonë,
mirit tonë të familjes, tu nis për kryetarit komunës, shoqatave të dalura nga lufta, komandantit Basha, bashkëluftëtarët, edhe gjithë tjerë që kanë qenë veprimtarë, edhe cilët kanë dhënë kontributin e tyre në format ndryshme në luftë. Çka të themi për Adnanin? Sot Adnani ka mujtë mi pas 28 vjetë, a i ka shkuë pa i mush 18, do më thonë, ende e kemi të freskë të gjithë familja për kujtimin për te. Në Çantik këtë vite kemi pak ma vështirë se edhe baba i ti para 10 dite në lak, kështu që na do të gjejmë forcë kur e kemi humba Adnanin, do më thonë kur e kemi njëri cili ka dhonë një jetën e vetë për luftë, jemi të gatshëm edhe na me sakrifuar në këto që në farnirëshme. Ai me pietet përkujtohet dëshmori Adnan Krasniqi sepse vetë gjaku i tij u bë rrugëtim dhe bazament i kësaj lirie.